Mendoj se të këto partitë si SVD-ja dhe CDU u infektuan nga i virusi jeshil i këtyre 10 viteve të fundit, sepse përqafuan disa gjëra, domethënë që i kishtin si flamurtar të jeshilët, edhe këto u futën të gjelbrit, nga koalicioni, ca thjesht nga ideologjia, ca thjesht sepse është trendi, se edhe trendi është shumë i bukur, sidomos me të rinjtë të gjërat e tjera, domethënë edhe ma hamendja që humbi pak ajo ideja, domethënë e racionalitetit financiar që mund të pritej nga një qendër e djathtë ose nga politikave sociale të mira që pritet nga një qendër e majtë si SPD-ja, domethënë u humbo këto gjëra, ato që janë në fakt bërthama, se believe me, nobody gives a fuck about the environment, nëse ke probleme në shtëpi, nëse nuk të del rroga deri në fund të muajit, domethënë ti as nuk të kalon fare në mendje, mund ta djegësh edhe vetë, të gjithë tokën.